Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është kundër përgjigjjes së kryeministrit Edi Rama lidhur me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke akuzuar qeverinë për mungesë transparencë dhe pengim të procesit. Në një konferencë për mediat, Berisha deklaroi se në Bruksel funksionon një forum i rëndësishëm i quajtur Koela, ku sipas tij prej muajsh shqyrtohet raporti për Shqipërinë dhe shtohen vazhdimisht kërkesat ndaj vendit. Në një forum në Bruksel, që quhet Koelio, forum shumë serioz, që vizitoi dhe Shqipërinë sa përgjinin tuaj para 4 muajsh. Erdhën 27 përfaqësues të vendeve anëtare, diplomat, erdhën në Shqipëri nga Koelio, i pan gjërat në vend dhe kaq muaj që ata mblidhen me përgjegjësinë më të madhe. Raportin për Shqipërinë e shqyrtojnë dhe shtojnë vazhdimisht kërkesa mbi të. Aty është dhe përfaqësuesi i Shqipërisë në ato diskutime. Edi Rama fsheh çdo rekomandim të tyre, fsheh çdo sugjerim të tyre. Kreu i opozitës akuzoi gjithashtu qeverinë se me vendimet e saj po dëmton dhe bllokon rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, duke lidhur procesin e integrimit me çështjet e korrupsionit dhe keqeverisjes. Për në Bashkimin Evropian ja mbyllin Shqipërisë ata që mbrojnë vjedhjet e qytetarëve shqiptar, ata që shndrojnë zgjedhjet në fars duke shkrirë në një institucionet e shtetit me strukturat e partisë, duke angazhuar bandat dhe kartelet e drogës. Ata janë faktor që pengojnë dhe vështërsojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ai u ndal dhe te reagimet e fundit të ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-s, të cilët dorën në mbrojtje të ambasadorit të BE-s në Shqipëri, Silvio Gonzato, pas deklaratave të mëhershme të kreut të PD-s. Berisha theksoi se respekton institucionet evropiane dhe përfaqësuesi diplomatik, por shtoi se nuk do të tërhiqet nga qëndrimet e tij kritike. Kam respektin më të madh dhe simpatinë më të madhe për Komisionin Evropian, për ambasador, për përfaqësues të vendeve anëtare, por në mënyrë absolute nuk ka dhe nuk mund të ketë gjë në botë që më pengon mua të denancoj atë çka unë e konsideroj të papajtueshme, pa drejtë. Një ditë më parë, ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Tiranë reaguan publikisht kundër deklaratave të Berishës, duke mbështetur rolin dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Shqipëri.